Ma ka bërë luspa, trupin dhe e verdh, goditje të forta, të verdha. Ja, këtu e verdh goxha. Goditje të forta në këmbë. Kjo është qelbëzuar, është nga... Ja, po të shikosh, është gjithë me qelb, bëjnë një qakun gjithë qelb, ka shumë luspa. Ja. E kanë kthyer këmbën time luspa. Ja, luspa. Mbrëm. E të mërshme. Po, do vdesi Alketa në vajti fundi vitit. Luspa. Po, do kthehet peshk Alketa. Është lehta dhe do kthehet Alketa peshk. E kuptua ç'a bën fuqia? Fuqit po shqyen Alketën se do marrin lekët në mënyrë të dhunshme. Alketa i thotë ju jap 70% nuk e duan. E duan lekët në mënyrë të dhunshme, se kështu është lehta. Ftyrën time e balsamosur. Gjilpëra në ftyrë e fryn, sepse vajza turke e fryrë në shëndosh me sy boqilli, vret amerikanët dhe gjoja është Alketa. Mei, Jërgeni, Leta janë bashkëpunëtor bashkë me Jezuin, me Druvarin. Gjilpëra në të dy anët e ftyrës, po më shqyen ftyrën nat. Çfarë këtu? Po, se duhet çmendet Alketa se duhet marrin lekët Alketës. O Allah, i kem mësuar fuqit dhe fëmijët e tu të shqyen vetëm Alketën në çdo shekull. E kam parë gjithmonë të nxirr në ftyrë që e çojnë parajs. Po pse e ngjall? Çfarë interesi ke që e shqyen, torturon? Pse i shqyve fëmijët e mi? Më thonë elfët që i ke shqyer dhe fëmijët e mi. Çfarë u ke bërë? U ke hequr mitrë? Po për çfarë rrojmë ne pastaj? Nëse u heq mitrë? Allah, për çfarë jetojmë, profet? Nëse i heq mitrën fëmijëve të mi, për çfarë rrojmë ne? Për çfarë jemi në këtë jetë? Na shqyesh ti dhe fuqit me fëmijët tuaj? Po ju sillen Terezi. Më kanë kthyer si peshk njeri, se unë nuk kam qenë sire. Është leta. Po fuqia do kthej Alketën. Fuqit do kthejnë Alketën. Ka ardhur fundi vitit do e vrasi se s'bën Alketën.